Në një atmosferë të thellë besimi dhe solemniteti shpirtëror, Katedralja Ngjallja e Krishtit në Korçë u bë këtë të shtunë skene një prej ngjarjeve më të rëndësishme kishtare, fronëzimi i hierësisë së tij Anastasit si mitropolit i Mitropolisë së Shenjtë të Korçës. Kremtimi shoqëruar me solemnitet të lartë dhe rituale hyjnore që përmbledhin traditën miravjeçare të Kishës Ortodokse pati nderin të mirëpres kryepiskopin e Tiranës, durrësit dhe gjithë Shqipërisë Zot Joanin dhe të gjithë anëtarët e Sinodit të Shenjtë, duke i dhënë kështu ngjarjes dimensionin e saj të shenjtë dhe solemn. Sinodi i Shenjtë i hierarkisë së Kishës Ortodokse Autoqefalit të Shqipërisë në përputhje me statutin e Kishës dhe në drejtimin e forlumturisë së tij, Kryepiskopit të Tiranës, durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Zotit Joan, më 16 shtator 2025, në selinë e Sinodit të Shenjtë, me votim kanonik unanim, zgjodhi dhe emëroi si mitropolit të Korçës hierësinë e tij, episkopin e deritanishëm të Krujës, Zotin Anastas Mamaj, një hierark i përkushtuar, punëtor i dalluar i Ungjillit dhe me përvojë të mjaftueshme për të udhëhequr shërbesën e lartë të baritorisë. Kështu hierësia e tij, mitropoliti i Korçës, Zoti Anastas, shpallet me hirin e Shpirtit të Shenjtë, bari i vërtet, kanonik dhe i ligjshëm i Mitropolisë së Shenjtë të Korçës, me të drejtë të bekojë, të shenjtërojë dhe të kryejë të gjitha detyrat e tij episkopale. Duke ju bërë këto të ditura, Sinodi i Shenjtë i hierarkisë së Kishës Ortodokse Autoqefalit të Shqipërisë ju këshillon dhe ju urdhëron të pranoni hierësinë e tij, mitropolitin e Korçës, Zotin Anastas, si bariun tuaj kanonik dhe të ligjshëm. Ti bindeni dhe ti nënshtrojeni atij me gatishmëri sipas urdhërimit të shkrimit të shenjtë. Binduni udhëheqësve tuaj dhe nënshtrojeni atyre, sepse ata vigjilojnë për shpirtrat tuaj sikur duhet të japin llogari. Përmendni emrin e tij në të gjitha ceremonitë e shenjta dhe lutjet sipas rendit kishtar dhe tregoni ndaj tij si ndaj atit tuaj shpirtëror çdo nderim. Hiri i kryebariut të lartë, shpëtimtari tonë Isu Krisht dhe mëshira e tij e pafund qoftë me të gjithë ne. Shërbesa e fronëzimit u zhvillua në praninë e një numri të madh besimtarësh, të cilët e mbushën përplot kishën. Vëlla dhe beshmështarë në Krishtin, ti vjen në këtë mitropolinë në moment të rëndësishëm. Themelet janë hedhur, strukturat janë ndërtuar, por puna për forcimin dhe thellimin e besimit duhet të vazhdojë me intensitet të ri. Dhe ti je personi i duhur për këtë mision. Prandaj sot, me gëzim të madh, por dhe me emocion të thellë, unë po të dorëzoj ty këtë thesar të çmuar. Po ta dorëzoj jo si diçka që më përket mua, po si një amanet të shenjtë që kryepiskopi Anastas ma besoi dikur mua, e tani kalon tek ti për ta ruajtur, kultivuar dhe zhvilluar më tej. Po të dorëzoj këtë pateric e bërë me dashuri nga Pater Thonaj, një mur në malin e shenjtë, e ta kesh gjithmonë parasysh për të ruajtur padyshim doktrinën e besimit, po dhe përvojën shpirtërore të gjatë nga mali i shenjtë. Axios. Ky fronëzim më shumë se një ngjarje kishtare u bë një festë e trashëgimisë shpirtërore, ku u bashkuan besimi, kultura dhe historia, duke krijuar një urtë të fortë ndërmjet të kaluarës së lavdishme dhe një të ardhmeje plot shpresë. Hierësia Anastasi u zgjodh mitropolit i Korçës në 16 shtator nga Sinodi i Hirshëm i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, në drejtimin e fortlumturisë së tij Joanit.